Tani, nga dal erdhëm edhe në zymë të hasit. Qfar qëtësia dhe qfar ajri i pastërt. Dhe që apo më përshtypje kjo pemë, sigurisht është shumë e vjetër. Ne po e shohim pak sa pjesë të ndryshme të zymit, ndërsa tani bashkë po shkojmë në shtëpinë e zonjës Lajde Kolgjeraj, e cila në shtëpinë e saj ka një numër të madh të veshjeve të zymit. Realisht, mrena shtëpisë të zonjës Lajde, ajo e ka kthyer në një muze ku edhe njerëz mund vinë të shohin nga afër veshjet tradicionale të hasit, konkretisht të zymit. E neve që jemi para shtëpisë, urojmë që edhe zonja Lajde na hap dyert e shtëpisë së saj. Ja, po e shoh që edhe zonja Lajde vetëm ka dalë me na prit. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm. Si je? Kënaqësi për mua. Kënaqësi edhe për ne sigurisht. Unë thash erdha me pa zymin e marrë në zym, pa i pa dhe veshje tradicionale nuk bën me dalë, kështu që faleminderit shumë që na pranut në këtë muze po e quaj, me këto veshje për na treguar më shumë rreth veshjeve të hasit e të zymit se si ndahen ato. Po, mirë se keni ardhur dhe jeni të mirë pritur për në njërë. Kënaqësi, faleminderit shumë. Ta shëqoni dhomen time. Wow. Shekullit. Zdijet se cilit shekull, po tash të supozollet se 100 vjetre ma tepër ka kjo koleksion që kum mbledh. Është ndër vite, kum mbledh se jam kanë pasionante, edhe kum rujt me xhelozi. Okej. Drejten për me tregu se edhe ne si popull jemi lasht. Edhe gjyshet tona, stërgjyshet, nana tona, me pasë shka kanë punu edhe si janë kanë si dizajnerët forta në atë kohë. Para sa viteve? Zdijet si sa, por unë mendoj se 100 vjeqare, po ka dhe ma shumë. Unë po shoh se paske ekspozu veshje të ndryshme dhe veshje të shumta paske edhe në ark. Po, i kam 4 arka. Okej. Është 1, 2, 3, 4 arka. Okej, do më thonë se cila është me veshje. Krejt janë të mbushura me veshje të vjetra që i kanë punu me vetë stërgjyshet tonë. Okej. Edhe unë i kom ekspozu në për kukla, disa veshje se janë shtruar sipas statusit social edhe sipas moshave, krejt. Zonja Lajde, tregon cila ka qenë veshja e parë që e ke pas ti në dorë. A e ki të ekspozume? Po të gjitha, më thoni, se zakonisht në hasi, zymi sidomos, 90% janë jashtë vendit. Edhe kështu që shumë sene gjana ka nis t'i humbë si gjëra të jo të nevojshme. Edhe unë këmë thonë pse mi gjujt ose pse mi tret kur mundemi ne mi rujt edhe mi tregu të pasarsëve se ne e kemi një tradit edhe një lashtësit lashtë. Kështu që unë gjithmonë këmë pas dëshirë që gjithmonë mundin që kanë bërë gjyshet tona, mos me e humb edhe me trashëgu brez pas brezëri. Okej. Veshët, më thonë, une si nuse, atyre kum vesh veshën, se çdo nuse në ark e ka një veshje. Edhe si vajzë edhe si nuse. Po për këto, shto shkapishini në për kukla, to ma nuk veshën në për dasma. Pse? Nuk veshën sepse tash kanë nis pak ti bo ma modern. Ma modern. Ma modern, po materiali ka ndryshu tash. Materiali përpara ka qenë guja, ka qenë zhguni, ka qenë shumë sene që tash materiali ma nuk ka si përpara. E kështu që unë tash pse mos e rujti, po edhe është nostalgji për shumë me pa vjetrit, edhe ata janë shumë, edhe aty në ju kujtohet koha përpashme që kanë kalu edhe nostalgji, ju kthejnë për prapa kohë. Realisht, kur u futa mrenda e pata një emocion, përse pash veshje të ndryshme, kështu që po flasim pak ndoshta çush i ndan ose çush i dallon këto veshje, se po i shoh domethënë njëra është me këmishë të verdh, me të bardhë, masnej po i shoh kjo është edhe me këtë veshjen
Po. Që do më thënë dallohet si të shohim, e dim që është për anës të hasit. është do të edhe mi sfigu edhe opinionit të gjanë, sepse na hasi jemi të gjithë, por zymi dallohet sepse e ka, mas zymi dallohet si pas fejes. Feja besimit katolik dhe feja besimit musliman. Okej. Pak e ka dallohet edhe me veshje, apo? Dallohet vetëm pakës. Ka shumë diçka, kështu që për shembull ke vesha e besimit të musliman, e ka me drase, do të thënë me kuka. Okej. Ndërsa jonja është është e rrumbullak, për shembull si. Okej, do të thënë nuk ka drum rrapa po i vjen. Mund të theksoj se përpara kanë qenë të gjitha të njëjta. Do thonë, po ma vonë e kanë bë me kukën në drasë. Kështu që unë e kom dëgju, shumë kushe unë e kom vetë dhe e kom vetë pse u bë ky dallim, po kanë thonë dëshirën se për shembull tash vesha me kuka kanë pas dëshirën që me ekspozu ma tepër ato veshe që i kanë për shembull me ato turrat, me ato mi tregu se ma shumë me ekspozu shka kanë për nuk mundore. Edhe na kemi qashtet ngjajshëm, si për shembull që edhe këto janë me turra, i ki këto kretis, se kja tash, kë koloni është edhe koloni është i gjanë, vetëm që nuk është këto bak ma theksume. Me cepa, që i ka të nxjerrë në jashtë. Kështu që nuk ka diçka një dallim të madh, për shembull na i kemi zilë pak ma dëvagjil, to është pak më të mëdhaj, okej. Kështu që shumë, nuk janë shumë, po mirë. Është diçka veçantë, se na në zëm, e kemi veshën si pas moshës, si pas statusit social, edhe duke nisë prej femërijës deri te plakat. Okej. Cilat ju në kom për shambull ato si pas statusit që ju nda për shambull, se edhe këto janë, po i shë për shambull këta është me karat gjatë, kjo pjesa këto? Po. Si për shembull kja veshje për cekni, kja është jeliku vjesarit, më thonë. Këta e kanë vesh ma shumë plakat, kur kanë kua ma ftaft, edhe për më konë ma sigurit për ftaft. Këto janë kanë si plakat. Këto kemi një veshje që dallohet, si për shembull nga në kokë i ka, për shembull, i ka shakaklak, i ka paren, i ka gjufret, i ka shumë aksesorë që e kanë bërë si pas dëshirës. Ta aksesorë atje janë shumë vjetra. Shka e kanë mund të thekson se shumë e kanë tash si pas gjendje sociale, ato s'kanë pas për mu ble ari argjend, që kanë eksponu. Okej, du më të në kanë regullu që, okej. Krejto si pas qërë, ka pas edhe ajmalia, ki pas edhe më thënë figurat, shetnive, me kryqa, me kretë, do më thonë kretë i kanë parasit. Se i kanë vendosë për shambull to? I kanë vendosë pak për shambull me qenë su kon veshje për nuse, nështë mos mi marë mësysh që thojnë ana? Pak edhe për mbrojtje, pak edhe për mësysh, gjitha këto i kanë... Do më thonë e kanë një në rujt. Bestytnive për pashme që kanë qenë. Okej, më thonë bestytnit kanë egzistu, që shë dim gjithmonë. Cila ka qenë veshja, ndoshta që e ke pas pak më vështirë me siguru edhe me prunë mesin e shumë veshjeve? Nuk e kam pas as pak vështirë. Asnjë, okej. As pak s'e kam pas vështirë, se unë gjithmonë kom punu dhe gradualisht njerë kom njës ka familjarët. Mandej kanë fillu edhe njerëzit të vëdisohen, të thonë pse s'ja që unë lojë disa, po unë edhe si drejtojtorisha në ansamblit Katarina Zipi, pi paraqisim në festivale, kështu që gjithmonë po kemi përveshje e kemi çmimin. Edhe vendit tjerë, do më thonë gjithmonë na paraqitmi me veshje edhe kështu që gjithmonë na jemi shkojmë ka vjetra që mos t'i hikum të re. Të res. Okej. Na tregove që merrni pjesë në shumë festivale dhe sigurisht në festivale takoni shumë njerëz që i shohin veshjet ndoshta për herë të parë. Cila është ajo veshja ndoshta ku njerëz tregojnë më shumë interesim na për festivale ose që ju bën më shumë përshtypje për këto veshjeve? Më shumë ato që janë më të vjetra. Shumë ju bën përshtypje, se këto të rejet më po dihet tash kanë njerëzit edhe të ekspozuar dhe se s'kanë më materiale dhe ato desh me bë pak. Po nëse na nuk i kemi ik kur vesh, domethënë modelit vjetër si nuk i kemi ik. Si për shembull tash materiale për shembull këto janë që tash që ky material është më i holl. Kto i veshin nuset e reja. Është materiali. Por as ka ekzistu ky material. Ma vonë ka ekzistu, e kanë veshën këtë me pelhur matrash.
Pëlhura matrasha tjera kanë bë me vek, gjithmonë i kanë bë me vek. Këto krejt çka po shihni janë me vek të punuar. Sa është vështirë në ditë sotit me siguru një veshje tillë? Po tash nuk është vështirë se për shembull po punojnë gratë, tash na vinë gratë që janë prej gjunajve, edhe vinë na i marr modelet e juna, na i porosisim të ato na i punojnë. Do të thonë bashkëpunoni. Bashkëpunojmë. Okej. Do të thonë gjona e zymi, do të thonë krejt bashkë. Krejt hasi, përgjithësi. Ka bashkë këtu romaja, krejt, do të thonë, e kanë veshën krejt sikur kjo. E vesha jonë është e pa përsëritur sepse është vetëm, ka shumë elemente, shumë veshe, ki sipas plakave, ki gjendjen për shembull që gjendjes mërtore, si për shembull që kjo si gjendja mërtore, kur i ka vdek dikush që çdo vesh. Okej, do të thonë është dallu shumë pas emocioneve të njerëzve që kanë pasur. E andodh që edhe sot këto për shembull më u vesh kur vdes dikush ndron jetë. Jo, tash askush nuk e vesh. Nuk e veshin. Nuk e veshin. Tash më tepër ka met aty këtu një plak, edhe aty shumë pak rradhosht. Ma shumë vetëm veshja është në përdasma. Okej, do të thonë vetëm me dasmës po përcillet ende. I ekspozojmë në festival, për shembull kur shkojmë, na shkojmë gjithmonë me tradita. Si për shembull veshja, që kja vesh për shembull është veshja vajzave, që o kanë pa fejume. Do të thonë, okej. Masi që o feju e ka qitë maramen. Dallimi mes, okej. Po, krejt kanë qenë të dallimet. Detajet vogla, po që njerëz tjerë kanë ditë për çka e ka këto dhe për Po te meshkujt çka u dallu te meshkujt? Te meshkujt si për shembull që kjo është origjinale e zymit, vetëm zëm vishet që ky lek. Okej. S'prish punë? Vetëm ky lek apo ka edhe më të vjetra, po tash shemone si komunisti tu i thonë runi janë vedisu popull dhe janë shumë e lumtur që janë vedisu edhe janë të rujtë si kujtim për të parëve tanë që na i kanë lënë amanet. Kështu që kjo pak ma vonë kanë punu, po ka edhe ma të vjetra që në 50 vjeqare që në punu. Do të thonë, kjo është vesh në zëm? Në zëm, dhe më thonë i burave, edhe për shumë kapuqi dallon, se për shumë na e kemi me maje. Kja simbolizon maja, simbolizon se na jemi malsor, të maleve. Ata shkajnë matrash, janë trafshet. Edhe ky është punu me vek, më thonë një plak, më ka dhonë dhurat, se na në zemi kemi vesh shtok. Edhe tirset janë zhgunit. I ki edhe këto shputkat. Janë krejt punu me dorë edhe me gjipnyrë që i kanë bë me të shkrume, më thonë krejt. Unë njëkësisht përshoj edhe DN, dë vjetra, edhe një gjep. Këto kemi një gjepi është i vjetër, edhe jam mundu me basë kërë përpara që shpëshëmbëll kja, që më thënë bolesa. Kur ka flejt, okej. I kanë qitë në brinj, i kanë qitë në shpin, i kanë lidhë dhe kanë shku përshëmbëll më përnu në ora, kanë shku të në gjini, përshëmbëll të prinja, kur kanë shku se kanë marru gëgjat përpara, edhe kështu që i kanë qitë në shpin. Edhe, jam mundu që kreti, kom qitë kreti që shokon për para. Që shokon. Do me thonë edhe fmive, si nuseve i kanë vendos... Po, jo kanë qitë dishka gjona që për mi mbrojt, për synit keq, për mi mbrojt, për... Më thonë besytni që kanë ekzistuar dhe të fmija dhe të nuset. Po atë ka rastis në herë për shumë me pa të këto besytnia dhe të meshkuj që kanë përdona e malija ose naj copë diçka si këto, apo së ka rastis? Nuk kam rastis, vetëm të femnat ma shumë, one që shëdi, është spedit, është tjere të plaka që shë kanë... Që shë kanë bo? Po, ma shumë të e kanë qitë oren, pleqët. Dhe më thonë burrat, oren e kanë pasë, me qestekat e qenë. Në tarnën e kam mendën me bërë një muze, si kull tipike, vjetër, që më na që mallin për para që shka një këtu partë. Kja është një ide që
që mati e kam shalla do zotë e realizoj. Urojmë që e realizën, se kemi nevojë edhe ne me i pa këto veshje sigurisht. Po, me qenë se pas ke veshje të shumta dhe shumë në arka që nuk po i zbulojmë krejta, që unë për shembull po e marr vetëm këtë. Mund të cekim, mund të ceki se i kam deri në 843 veshje që i kam. Veshje po copa. Veshjeve 843, plus i kam pru edhe do tjera mi kanë dhënë, domethënë me rujtën. Çka u konkret? Këto janë kon ato për burrat. Okej. Që i kanë vesh për funa tirqeve. Për mos edhe ma ftoft edhe mos mi gris. Te pitin ato se janë konë punit. Po, soni kon vesh pa që to, Po, që ashtoj. Edhe këto është shumë interesant se ma kërkur nuk gjindhen, po një kom gjetë, një kom në për arka, familjarve, njerëzit bi kanë prun, kanë desh mi hup, mi tret, unë e këmë thonë se, është mirë mi rujt. Shka janë të dvyt, ta shenë, ti nuk i mirë se po runë kësi sene. Kam paragjiku, do më thonë. Po, më kanë paragjiku, po unë i kom thonë, ani, s'ka problem, unë as vetë se kom ditë se kam marrë diti që letë më shumë. Na erdhëm prej Prishtinës, po edhe njerëz tjerë për shembull edhe të Zymit, po edhe njerëz tjerë nëse dëshirojnë me i pa prej afër derisa të hapet muzeu. Ndodh me të ardhur për shembull me trokit nder, edhe me thona mëna veç me i pa veshjet për afër. Po kam pas shumë raste, kam pas domethënë shkretaren ati Fitri Ahjaga, një shoqat, unë e dua Kosovën, ata kanë ardhur në gjurmë të unë, edhe ma ti për ata mu kanë bë me majtë edhe ma shumë të sena. Kam pas ambasadoret ndryshme, kam pas drejt profesor, studenta të antropologjisë, të fushat të ndryshme, që shumë, ata që e dëshirojnë me A është dikush prej familjes tonde, tash do më thonë prej fëmijëve po e pës, që tenton edhe me i rujt ose ka fillu me i dasht këtë punë? Po, është vajza ime, është inspiru, për punën time, e ka kryer etnologjinë, vajza ime. Edhe aja tash po mirë, aja ka kryer etnologjinë, aja tash më fushën ma profesionale, unë jam entuziaste, unë jam ajo allka që i kom lidh që trashëgimia kulturore mos të shuhet, po gjithmonë të kanë njerëzit që ka më po edhe të vinë vizitorë të ndryshëm, se unë kam shumë, se kam shku në Amerikë, edhe New York jam kanë thonë se do të vim shumë në Kosovë edhe kina marrë me vizitu, edhe muzeun edhe këtë Kosovën. Në përmjet qëti me veshjeve, kanë thonë do të vim me vizitu Kosovën edhe do të vim edhe për këto. Për fundum po e shoh këtë, në thënë, ku jënë përgadit veshjet, këto nuk besoj që ekzistojnë. Tash ma nuk punan kërkosh këto, se për shembull kjo është Çerkirkri Halema, që tash për shembull e kam ekzistoni, jo, kush e punon këto. I punon ato pej që i kanë bë. Për shembull, këto pej janë bë për mi bë këto veshjet për mi qit në vek. E ato drugzët që i kanë pasë edhe, për shembull që edhe plaka, pa tjerë lesh. Ka shumë sende, po nuk u mujtë këtë një paraqit se kam shumë sende, po është dhoma vogël. Edhe njerë, 823. 823 që i ke rujt, i ke mbledh që i ke, okej. Po, që këto e kam shumë këtë libren, Arka e Zymit, koleksioni i veshjeve të Asiane. Këto i keni të gjitha të fotografume, këtë se në gjë. Dhe të spjegume, fotografi kam to. Se s'ka mujtë të s'ka... Libra e ka realizu? Kam realizu, e falenderoj Ministrinë e Kulturës se ma ka përkra këtë projekt. Iniciativë, okej. Edhe kam mujtë me bo edhe kuklat, libren, shumë sene që duhet mi mirë mbajt shumë. Okej. Dëmë këto fotografit i ka realizu këtë prej arkivës tënde, pjesës tënde. Po, më kanë dimur vajza që studion arkeologjinë, aja ma shumë më kanë dimur, kështu që aja gjitha këto i ka meritet edhe që i ka është realizu. Libër, dhe më thonë, nuk kanë bet vetëm me upa, po i ke hudhë dhe në libër, që edhe njerës të shojnë nga afer që libra të qëndrojë edhe më gjatë që të kuptojnë më shumë rreth historisë dhe veshjeve tona kombëtare. Zënja Lajde, faleminderit shumë që hapet dyert dhe na priti dhe na spjegove, të morëm kohë prej kohës tënde sigurisht. Unë falenderoj shumë që ndatë me ne dhe me gjithë shikues të Radio Televizionit 21. Krejt procedurat se si ke mbledh, si ke arrit 843 pjesë të veshjeve kombëtare në ndër vite me i pas këto.
Po, faleminderit për juve, ishte kënaqësi për mua që na vizituat, me pa opinioni me gjërë të gjitha këto punët e mia që i kam bërë, se më në fund mundi im është po gjithandej. Edhe kështu që e kam një mesazh për të rinjt që mos ta humbin gjërat e vjetra, sepse është një trashëgimi që ndoshta me vonë ka më pas një vlerë më shumë të madhe, çmuesme. Me këto fjalë, unë nuk po e zgjas më shumë, dhe urojmë që të gjithë të rinjt ti duan edhe ti ruajnë vlerat tona të vjetra, vlerat kombëtare dhe këto veshje që ndoshta i shkon shumë mirë me panin nuse me kësi veshje si me ato fustanat. Po ata na nxëm të hasit edhe përveç se i veshin në fustana, kemi ditën e nesërmet që i veshin të gjitha nusat i veshin këto veshje me veshjet tamam që janë tradicionale. Po. Edhe krejt dishën edhe ata shka janë antarë të familjes bën një formë shumë bëhet interesant, duke më arë na herë me vizitu ju dasmet. Kismet po se këto dasmet mi keni përmend si shumë që i keni të veçanta. Kështu që unë uroj që me një dasme, zonja Lajde prej tashtu publikisht, me naftu dhe më ardh me i gjiru këto pjesë që i keni tradicionale, ato lojat e bukra, këndimet e krejta këto. Kemi shumë tradita, kemi shumë gjana, po tash nason picekë ju keni arë për veshjet, në tarmen në më ardh edhe për traditat që i kemi për ballet, për rritet, për të gjitha ato që i kemi rujtur. A ke martu na djalin Afrik? Nuk, njërë për njërë, e kam djalin 27 vjeqar gati, për tash po këshyrum. Okej, kur të martoj djalin, na vina. Dash zoti ka me bo një dashën të mëdhe që keni martu. Uroj, faleminderit. Faleminderit shumë.